Money Talks, paraja flet, e këto po e dëshmojnë gjithnjë më shumë turistët që po zgjedhin destinacione me kosto të përballueshme, pa e qurë dorë nga cilësia e pushimeve. Shkruan Sam Sayers në një artikull të botuar në Travel of Faith. Për vite me radhë, shumë turistë kanë ndjekur të njëjtat destinacione klasike verore, si ishujt grek, rivjerën franceze apo brigjet e njohura të Spanjës. Por këtë verë, sipas ekspertëve të udhëtimeve, vëmendja po zhvendoset drejt destinacioneve që ofrojnë eksperjenca të jashtëzakonshme, me çmime shumë të favorshme. E në këtë listë Shqipëria renditet ndër destinacionet më të lira bregdetare në Europë për pushimet e 2026-s, së bashku me Letonin dhe Malin e Zi, sipas Travel of Faith. E ndërsa Greqia vazhdon të mbetet një prej destinacioneve më të preferuara të mesdheut, Shqipëria po fiton gjithnjë më shumë vëmendje, si një alternativë autentike, moderne dhe shumë më ekonomike. Ky vend prej vitesh po ngjitet në hartën turistike ndërkombëtare, por ende nuk është prekur nga çmimet e larta që karakterizojnë destinacionet e mbipopulluara turistike të rajonit. Nga plazhet e kristalta të Ksamilit, të cilat shpesh cilësohen si Maldivet e mesdheut, tek brigjet e qeta dhe autentike të Himarës, apo gjiret majgjepse me ujërat turkez të Dërmiut, Shqipëria ofron një vijë bregdetare spektakolare dhe peizazhe që konsiderohen ndër më të bukurat dhe më të paprekurat në Europë. Turistët e kanë vlerësuar Shqipërinë me 84 nga 100 pikë për nivelin e sigurisë, duke renditur jo vetëm si destinacionin më ekonomik, por edhe si më të sigurtin ndër 3 vendet e përfshira në listë. Me rivjerën spektakolare, qytetet plotjet, trashëgiminë e pasur kulturore dhe çmimet e përballueshme, Shqipëria po konfirmohet si një prej destinacioneve më të rejse turistike të Europës për vitin 2026.